Jemi rikthyer drejt për së drejti në Sot Live në Shqipëri, ora shënon 12, shkurtimisht ju njoh me disa prej zhvillimeve kryesore. I ndjek. Shqipëria ka bërë hapa madhor në reformimin e gjyqësorit, tha presidenti e Komisionit të Venecias Sukoka në tryezën për drejtësinë, e cila po zhvillohet në Tiranë. Dialogu do të vazhdojë, garantoi ajo. Deputeti Fatmir Xhafa, ish kryetari i komisionit që themeloi reformën në drejtësi, tha se pas gati një dekade, institucioneve që qeverisin dhe menaxhojnë sistemin e drejtësisë duhet të jenë më llogaridhënëse dhe transparente, ndërsa kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadushi tha se reforma është ngadalësuar për shkak të mungesës vullnetit për ta zbatuar atë njësoj sikurse nisi. Një tryezë për reformën zgjedhore që po zhvillohet në Tiranë me përfaqësues të Këshillit të Evropës dhe Komisionit të Venecias, deputeti i Partisë Socialiste Damian Gjeknuri tha se Shqipëria nuk mund të mbetet një pacient i përhershëm i Venecias, por të nis puna për reformën zgjedhore. Për herë Byllykbashin e Partisë Demokratike, sistemi aktual ka dështuar, duhet të hiqet. Kryekomisioneri Celibashi u bën thirrje palëve të dakordsohen sa më parë për ndryshime dhe adresoi problematikat kryesore. Në qeli që prej 21 tetorit të vitit 2024, ish presidenti Ilir Meta sërish kërkon në gjykatën e posaçme ndryshimin e masës së sigurisë arrest me burg. E njëjta kërkesë është rrëzuar më herët në të tre shkallët e gjyqësorit. Meta akuzohet në 3 raste: korrupsion pasiv, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë për aferën Çesdia dhe lobimin e LSI-s në SBA dhe hetim pasuror. Me të njëjtat akuza përballet dhe ish bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi dhe 3 persona të tjerë. Dy shtetas kinezë u ndaluan nga policia kufitare në aeroportin Nën Tereza në Rinas pasi tentuan që të fusin në Shqipëri 61 kg kanabis të ndarë në 4 valixhe. Lënda narkotike ishte nisur nga Tajlanda me tranzit në Emiratet e Bashkuara dhe më pas drejt Shqipërisë. Rasti është përcjell te antidroga e Tiranës për hetime të mëtejshme. Kanabisi me përqindje të lartë të HC-je vinte nga Bangkoku i Tajlandës. Të dielën e kësaj jave, më 26 tetor, akrepat e orës kthehen 60 minuta pas. Natën mes të shtunës dhe të dielës, në orën 3, akrepat do të ripozicionohen edhe një herë pas tek ora 2. Kështu mund të flem një orë më shumë gjumë, por pas dite do të ketë një orar më pak drite natyrale. Ky ndryshim quhet ora diellore dhe qëndron në fuqi deri më 29 mars të 2026.